Mazhoranca socialiste ka gati paketën e ndryshimeve ligjore për të zgjidhur pezullimin e ministrit nga drejtësia, pasi gjykata kushtetuese dështoi të vendosë për padinë e kryeministrit Rama kundër vendimit të gjykatës për zvendos kryeministren dhe ministren Belinda Balluku. Në një intervistë për gazetarin Sokol Balla në emisionin Real Story në ABC News, kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla zbuloi se adresimi ligjor do të sjellë ndryshimin e nenit 242 të kodit procedurës penale për të mos lejuar më pezullimin e një antari të një organi kushtetues si qeveria nga drejtësia. Çfarë do bëni? Zoti Balla, çfarë do bëni? Neni 242 nuk reflekton parimet kushtetuese të garantimit të pavarësisë së institucioneve kushtetuese, me ndryshimet që janë gati, Presidenti i Republikës, kryeministri, antarë të Këshillit Ministrave, kryetari i kontrollit lartë shtetit, avokati i popullit, dhe institucione tjera kushtetuese monokratike, cilat do të jenë punë intensive e komisioneve përgjegjëse në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të pezullohen. Tash kur do i dorëzoni? E keni dorëzuar? Çështje orësh. ABC News mëson se paketa e ndryshimeve ligjore nga socialistët do të dorëzohet në Kuvend ditën e premte. Për shkak të rregullores, do të duhen 2 javë pritje për të nisur shqyrtimi i saj. Nuk bën me procedurë përshpejtuar, pra do jetë detyruar të presim atë 14 ditëshin e kësaj kohës që i quajmë, unë e them koha e fjetjes së projekt ligjit në faqen e publikimit të tyre, dhe vetëm pasi të kaloj 14 ditë, domethënë 2 javë prej sot, 3 e pak, do të fillojë procesi i shqyrtimit. Por deri në momentin e miratimit të ndryshimit të nenit të kodit procedurës penale dhe hyrjes në fuqi, Balla konfirmon se Belinda Balluku do të jetë e pezulluar vetëm si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, ndërsa do të mbetet në detyrë si zëvendës kryeministre. Sa kuptova dhe nga reagimi i kryeministrit në fillim të javës, zëvendës kryeministrja është e pezulluar, por do të qëndrojë në detyrë? Zonja Balluku është e pezulluar në detyrën e ministrit për transportet, për cilën bëhet orë. Ndërkohë që për infrastrukturën e energjinë, ndërkohë që sa i përket pjesës së kryeministrit nuk ka ndonjë pezullim. Pra ajo vazhdon të mbajë zyrën kryeministri, por nuk shton dot vendimin e gjykatës. Nga opozita, pezullimi Belinda Ballukut është vlerësuar si goditja më e madhe ndaj qeverisë dhe vetë kryeministrit Rama. Balla kujton se zëvendës kryeministrja ndër vite ka akuzën më të lehtë që prokuroria ka ngritur ndonjëherë ndaj ndonjë antari kabineti apo deputeti. Nuk ka akuzë për korrupsion ndaj Belinda Ballukut. Ndër gjithë ta që kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë, është akuza zyrtari me akuzën më të lehtë që ka ardhur deri tani në Kuvendin e Shqipërisë. Por a ka sjellë rasti Balluku krisje brenda Partisë Socialiste? Kreu i grupit parlamentar socialist hedh poshtë të gjitha aludimet dhe siguron se socialistët janë të unifikuar në qëndrimin për zëvendës kryeministren. Tala, po ta bëj pyetjen anglisht se shqipesh çik. Po. Në orar të caktuar. You got the votes, but do you have the balls? Kjo është dilema e madhe. We have them both. You have the ball. We have them both. Okay. I keni të dyja. Krijohet përshtypja që nuk keni një farë uniteti për t'u lavdruar. Mos na qani hallin për këtë pjesë. Sa kohë unë kam qenë kryetari i grupit parlamentar, jam shumë krenar që nuk kemi dështuar asnjëherë sa i përket gjithë çështjeve që na është dashur të votojmë, edhe kur është dashur të votojmë me shumica të cilësuara, edhe kur nuk i kishim numrat në kuvend.